Këto zgjedhje thashë po shkojnë për herë të parë për çështjen e presidentit. Për herë të vërtetës qëndrimet e juaja për zonjën Osmani janë ditë qysh para 6 viteve, 4-5 viteve në fakt, sepse na u ka fiksu 6 vite e tutje. Sot cili është qëndrimi yt, sepse kemi një parti që po garon për herë të parë edhe për president edhe për kryeministër, ku në fakt vlerësimi i punës saj është tjetër çështje, por cili është qëndrimi juaj nëse uleni nesër mas nesër me diskutu për lidhjen demokratike të Kosovës, a ka vot PDK në këto rrethana që jemi për zonjën Osmani për të bërë presidente përsëri? Partia Demokratike e Kosovës e tha me krenari s'ka pas vot 2021 dhe ka qenë qëndrimi drejt dhe i duhur, dhe unë jam shumë krenar që në atë kohë duke që në udhëheqet PDK-s. Qëndrimi drejt dhe i duhur? Po, qëndrimi drejt dhe i duhur. Po, tregoj koha që ne kemi pas drejt, se nuk ka që zonja Osmani ka shërby interesave të Kosovës, ju ka shërby mbi gjitha interesave të saj, dhe unë kam qartësu këtë punë edhe 2021, po edhe gjatë ditëve të fundit, po tash jem na në fushat zgjedhore dhe shqetësimin të cilin fare nuk e kam është se që ka ndodhë me fatin e saj politik. Shqetësimi im është... E kuptueshme, por vetëm për shembull, besoj që keni diskutuar brenda partisë dhe do diskutoni se çfarë nëse uleni dhe diskutoni kur tashmë një parti e ka kandidatin e saj dhe nuk është tem kjo. Që nëse uleni me LDK-n, nuk do diskutoni për një president tjetër përveç zonjës Osmani. Kështu, mos ma sjell në tavolinë këtë temë se nuk është temë kjo për ne. Për ne është temë për juve. S'është temë, po. Për neve temë është... Momentale nuk është temë? S'është temë fare, s'ka qenë temë asnjëherë. Okej. Po, për neve temë është se si ne të kemi një fushat zgjedhore, cila fushat zgjedhore ja mundson Partisë Demokratike të Kosovës, kandidatit saj për kryeministër, listës tonë zgjedhore që të marrë me sa më shumë shtete për qytetarëve, që të prezentojmë platformat tona politike para qytetarëve, që të marrë me përgjithësi mas 7 qershorit. Kjo është tema. Mas 7-8 qershorit, ne do të shohim se cili do të jetë rezultati zgjedhore dhe me këtë do duhet të bashkëpunojmë. E vetmja parti politike cila mund të jetë adresë që ta nxjerrë vendin nga kriza në cilën është fut, është Partia Demokratike e Kosovës. Na dim që çdo herë presidenti o zgjidh në bashkëpunim me subjekte tjera politike, se kështu e thot kushtetuta jonë, përderisa një subjekt politik nuk i ka të 10 votat e vetme që ta bëni gjë të tillë. Prandaj është temë parakoshme, por nuk ka qenë temë asnjëherë zonja Osmani në PDK.